Të nderuar dëgjues të programit Mirëmëngjes Shkodër. Rikthehemi në studion ton pas edicionit të shkurtër të lajmeve. Siç edhe më herët na ndoqët në studio, jemi së bashku me doktoresh Drita Gera. Doktoresh Drita, edhe një herë ju kërkojmë ndjes për ndërprerjen e bisedës për shkak të programacionit, por gjithsesi do thosha unë ndjeva shumë mirë që u riktheva në mikrofon me një miken ton, do thosha, të radios, me një bashkëpunëtore shumë të aftë, shumë aktive, shumë impenjative në ditët e saj. Gjithsesi, duke vjuar në ecurinë tuaj, pasi kemi kaluar në disa faza të punës, të cilat, siç edhe më herët thanë, kanë kontribuar tek njëra tjetra, kanë shtuar përvojën, kanë rritur gjithmonë impenjimin, atë përgjegjësi që ju keni patur që në fillim të punës e kanë motivuar në mënyrë nga më të ndryshmet në kontaktet që ju keni patur me njerëzit. Por një fush tjetër e veprimit tuaj ka qenë puna si pedagoge në fakultetin e infermierisë në Universitetin Luigi Gurakuqi të Shkodrës. Është një periudhë tjetër e juaja. Çfarë ju ka dhënë kjo periudhë? Ikja nga po themi, më thojza nga profesioni si mjeke, sidomos nga laboratori, me thënë drejtën, për 6 vjet punova, e fillova që nga fillimi, do më thënë, që nga dollapet e nga, dhe u largova, ishe një arsye që ika nga laboratori, por sikur në gjithë punët e tjera, asnjëherë nuk jam penu që kalova dhe në universitet. Në fakt, vajtja në universitet ishte më tepër një ftesë një herë për 2 orë, me qenë se shumica e grupit parë studentëve, ishte viti parë që hapeshe infermieria, ishin gjithsej 51 student, shumica ishin goca, edhe rektori asaj kohe, profesor Mahir Holti, më bëri ftesë, a do vish, që më kam shtet shumë në punën time në atë periudhë, a do të vish thot të paktën 2 orë shëndet publik, një lanë që ka lidhje me edukimin shëndetësor. Edhe unë e pranova me kënaqësi, sepse në laborator, shef të laboratorit kisha të njerin doktorin Fiqeret Bushati, i cili ishte pedagog i jashëm dhe më thote shumë mirë, janë të 2 miqtë e mi, janë të 2 Fiqeret Boriçi dhe Fiqeret Bushati, janë të 2 miqtë të mi që kanë kontribuar, qytetarë që kanë lënë gjurmë të mirë në Shkodër, në sektoret, gjithsecilin sektorin e vet, dhe shtysa që më dha, do të kesh kohë nga laboratori, dhe unë e pranova. Kjo ishte një muj, mas një mujit shifeshe që aty kishte nevojë për një njeri që duhet të rrinte definitivisht. Për arsye se aty ishte një spital, do të thënë kishim marrë 3 dhoma ku qëndroja unë dhe 2 klasa. Dhe ishte lart kishim një repart, që ishte reparti dermatologjisë infektivit, poshtë kishim otorinon, në krah kishim laboratorin dhe me thënë drejtën ishte pothuajse si han pa porta në atë periudhë, në 2000 e pak, edhe 2001, edhe me thënë drejtën, ato fëmi po i thema, se unë i kisha fëmita, aq sa kisha djalin, aq sa ishin studentët e mi të partë, dhe kishin nevojë tamam që të rrinte dikush pranë. Sigurisht ka qenë një punë shumë e vështirë, sepse e fillum me ato klasa, me banka, të prishuna dhe gradualisht nga vitin vit ai ambient u ndryshu, u tjetërsu, mor ndërtesa komplet, dhe tash aty është një infermieri që s'ka vetëm infermierin, po hapën dhe mamit dhe gjatë kohës që kam punu në aty dhe edhe fizioterapia, dhe sot një kënaqësi të jashtëzakonshme kur shef që i studentët tu janë bë infermier shumë të mirë, që vlerësohen jo vetëm nga ana profesionale, por dhe nga mënyra e marrëdhënieve që kanë me të smurët. Po një pjesë e tyre u bën pedagog që sot drejtojnë infermierin. Unë kam është një student i imi që i grupit parë Emilianoja, Juli jo, e kam pas kolegë, sepse Juli ka marrë në Tiranë, shkollën e lartë,
por Emiliano ishte një ndër studentët e parë dhe gjithmonë kur kam hyrë, profesori ishi çfarë kushtesh kemi, i thosha, ju do ishte më keq se po çani borën. Edhe ato të tjerë do ta kenë më lehtë, por ju tregu i punës do të jetë shumë i uritur, sepse ju jeni kuadrot e para që do dilni me shkollë të lartë dhe një pjesë e juve do të jeni pedagog, një pjesë kryeinfermier, do të merrni dhe fakti është i tillë që gjithë grupi 51 studentësh u punësuan që unë i kam njeh disa vite, jo vetëm këto grupit parë dhe grupet e tjera, dhe një kënaqësi kur këto student punësoheshin. Dhe kënaqësia më e madhe është para pak ditësh këto kanë organizuar konferencën e dytë shkencore, që përpara kishte një skepticizëm të jashtëzakonshëm. Mjekët thoshin, çfarë janë këta studenta me stetoskop në qafë? Mos dosh me thy konceptin e gabum të mjekut në infermierit. Infermieri me mjekun janë në një stad, janë partner, nuk është shërbysim infermieri ma. Infermieri ka profesionin e vet që e lidh vetëm receta dhe këshilla që jepet për çfarë do t'i apliko. Dhe shumë gjana ne mjek nuk dim sa mirë i trajtojnë ato të smurt në aspektin infermieror. Dhe sigurisht që vajti atje edhe për mua ishte ai ndrrimi i pozicionit punës me dhimbje, po them kamik, nga i kolektiv aq i mirë i laboratorit. Por këtu gjeta mushtu adrenalina, për arsye se punoja me mosha të reja dhe pedagogët moshe re, studentat po mosha dhe dashje pa dashje, ti do të angazhohesh dhe do të ulesh pak në nivelin e tyre në atë adoleshencën, dhe ishte më kanë dhënë dhe mu, do të thënë jo unë i kam dhënë shkollës bolla, ato mu më kanë dhënë shumë. Jo për kompliment, po dukeni sikur jetoni shumë afër me këto mosha të reja, edhe në qenien tuaj. Gjithsesi ka qenë një periudhë siç duket e bukur, ashtu siç i keni zbukuruar ju të gjitha periudhat, sepse i keni dhënë motivim, i keni dhënë atë ndriçim duke marrë bukurinë e profesionit. Mirë, janë kujtime shumë të bukura, por edhe ecuri të zhvillimit të shëndetësisë, të mjekësisë, të edukimit shëndetësor këtu në zonën tonë, madje puna si pedagoge natyrisht është edhe një niveli tjetër që ka të bëjë shumë me një stat profesional. Keni folur me shumë mirënjohje për njerëzit që ju kanë rrethuar, por mirënjohja e të tjerëve ka qenë paq edhe për ju. Nuk e di, keni patur periudhën e daljes në pension. Është një fjalë që ndoshta krijon pak reaksion për moshat aktive siç jeni ju, por është një periudhë e jetës. Çfarë keni përjetuar pikërisht në ato ditë? Sepse duke qenë shumë aktive. Sigurisht që ashtu si e thatë ju, dalja në pension është një fazë e jetës dhe lumë kush e arrin dhe arrin në gjendje të mirë shëndetësore. Kjo është shumë e rëndësishme. Por unë pata fatin e mirë që dola në pension, po nuk i ndërpreva, nuk u shkputa prej studentëve, kështu që unë ngela për minimalisht 2 vjet e gjysëm, unë ngela pedagoge e jashtme. Me dhe sigurisht që studentët e morën vesh që unë po dalë në pension, po e dinin dhe që unë do vazhdoj t'ju jep mësim sigurisht me orare më të reduktume, se sa nuk do t'isha e impenjume gjithë kohën, dhe unë nuk e di, po mu më kanë dhënë një kënaqësi të jashtëzakonshme studentët. Ndoshta sepse unë jam përpjek të jem jo vetëm pedagoge, po ndoshta jam përpjek her pas here të jem dhe edukatore për edukat qytetare, sepse vinin nga vende të ndryshme, njerëz të cilët donin të ingranoheshin me qytetin, dhe një këshill e dhënë me bukur, do të thënë pa i fyer, shpeshherë ka bërë që ndoshta të reflektojnë dhe na vlerësojnë masi kanë marrë fakultetin. Dhe surprizat nuk kanë mbaruar, sepse unë di diçka shumë të bukur që ju kanë bërë studentët, kolegët. Po, ndoshta nuk ka vlerë asnjë dekorat, nuk ka vlerë asnjë dhuratë e madhe sa ka vlerë ajo që më kanë bërë studentët. Studentët më organizuan një fest surprizë
me filmime, me falenderime, sa që unë atë ditë kam qenë njeri në nevojë vetë, se kam qenë shumë e impresionuar, dhe një fest që nuk do të harroj gjithë jetën time. Pastaj ka qenë festa e dytë surprizë mas dreke me kolegët e mi. Unë them që njeriu emocionohet, por kënaqet dhe kupton që diçka ke bë me këto njerëz, sepse mirënjohja është gjëja më me vlerë që ka njerëzimi, por që gradualisht po humbet. Dhe unë në këtë drejtim jam plotësisht e moshur. A më mungon edhe era e klasës së studentëve, dhe ajo zhurma, edhe e britma, më mungon. Megjithatë, njeriu duhet jetë sportiv, duhet pranoj çdo fazë, nuk shkputem plotësisht, takohem me shokët, me miqtë e mi, me pi kafe, po sigurisht çdo fazë e jetës duhet jetohet ashtu si të vjen. Ashtu siç ju po jetoni me praninë tuaj afër të niparve tuaj, të cilët kanë tashmë një gjyshe shumë përveç se të dashur që i rreh dhe i dhëm zëmra për ta, edhe një gjyshe të kualifikuar në fushën e shëndetit. Që vunë shumë vetë. Sigurisht, të qenë gjyshe është mrekullia e Zotit. Ja uroj gjithëve ato që në kohën e tyre të bëhen gjysha. Edhe është një kënaqësi e veçantë, është diçka që nuk shprehet dot me fjalë, të plotësojnë jetën dhe të bëjnë që thush sa e bukur është jeta pavarësisht vështirësive që ka. Kështu që tani unë jam angazhuar kryesisht si çdo gru tjetër, me angazhimet e mia në shtëpi, me rritjen e një nipi të vogël fare, por asnjëherë nuk la librin një anë, më pëlqen, i alternoj librat e lehtë, roz që i thonë me një libër filozofik, dhe nuk la asnjëherë pa lexu. Ndërsa në kuadrin e profesionalizmit, mase duhet njerëzit duhet të updatohen vazhdimisht, të ri të updatohen shumë më mirë se ne. Është mira që ne të rrim në fazën e këshillave, ose të them ndoshta një krahasim jo i bukur, por të policit trafikut, që t'i japësh drejtim njerëzve, t'i lehtësosh rrugën, por si profesion ka mjek të ri tani që janë shumë të mirë, edhe nuk kanë më nevojën tonë. Doktoresh, përkundrazi, prania juaj gjithmonë, ashtu siç thoni ju, afër dhe larg njëkohësisht, është tepër jo vetëm e mirë kuptueshme, por e mirë njohur. Ecëm bashkë, duke qenë këtu në studio në rrugën e viteve. Paçka se nuk pretendojmë të kemi thënë të gjitha, por gjithsesi kemi prekur në kujtime, kemi prekur edhe në ato ndjenja të bukura, të cilët kanë ushqyer profesionin tuaj, në atë marrëdhënie të jashtëzakonshme që keni patur me njerëzit, e në atë mirënjohje që u është kthyer. Unë shumë ju falenderoj që erdhët sot, morët kohën tuaj të çmuar dhe sollët në studion e radios për t'ia shpërndar dëgjuesve që na ndjekin kudo. Doktoresh Drita, ju uroj çdo të mirë. Aq dashuri, mirënjohje që keni përcjell, që natyrisht ju kthehet çdo ditë në jetën tuaj. Qofshin plotësisht me zemër të mbushur, e kënaqur dhe me shëndet dhe jetë të gjatë. Faleminderit. Faleminderit juve. Çdo të mirë.